Mi po dhamt perfekte, heq pa i gry, po që është e mundur, veç këshur një dhamt para. Sot jam të shku mi ndrejsh dhamt. Ju kalzu drejt gjithë më të qënë atë video adin ku i gryshin këtë dhamt, anë ato isha kam me bo me tronën i dhamt, që shtë me ta i dhamt i këtë i grym. Kur e kom pa në Instagram të doktoresha Fitoria, që i bën dhamt, heq pa i gry, do me thonë veç me mbushje estetike. Thash kjo është perfekt për mu, se ne nuk ka që i kam dhamt shumë keq ose shumë shtremt. Problemi jem ma shumë, do me thonë, është të që kjo dhamt, që kjo dhamt diqysh është ma i shkurt. Edhe gjithashtu nuk i kam dhamt atë shtë që po du mi pos. Qka është ma e mira, e keq që soj situata është, nëse një dit nuk më pëlqen, nëse një dit apet po du mi pos të dhamt e me natural, veç i hiki mbushit estetike edhe apet i kam qëtë dhamt. Sa zgoti ma shumë, qëtu kena orë të doktoresha Fitoria në Medical Dent, për me po pak procedurin edhe dalimin mes dhamve që jena t'in gjitë edhe dhamve të me, e sheni këtu. Edhe kalzom një a jeni goti, se më duke si jeni goti. O njerëz! Me thonë që jam e knaq, diqysh nuk është fjole dorë, se tepër ja ka vlit rruga që kom bo 1 orë gjys deri në Gjakov. Në 150 jam e knaqur me punën e saj, plus kur e di që nëse najherë së më pëlqenj mo këtë dhamë, ku mos më pëlqenj se qa shpia. Ama më thonë nëse najherë po du mi hek, e di që i kam dhënë të me nërfuni. Do me thonë për juve që jeni të interesume me bo qëtë metodë, pa gryrje, pa dhimbje, që edhe që senda është me thonë, hiqë më ka dhimbt, as pak, kur gjo, se veç është si me mush na i blumë, bërë, bile kur të mush na i dhamë me blumë, kanë me të gryje, se në venë këtu e që kur gjo s'ki me bo.